Alikum, kjo është umri ime e tretë dhe pas 2 herë që kam mësuar duke mos marrë gjërat e duhura, kam zënë mend dhe do t'ju tregoj se e treta e vërteta çfarë do të marrim në një valizë numre. E di që në internet mund të gjeni video pafund për temën çfarë të fusë në valizën për umre, mirëpo unë do t'ju tregoj gjëra kryesore dhe pak sipas mentalitetit, kulturës dhe edukatës sonë, por edhe shprehive me të cilat jemi mësuar. Gjëra që në internet nuk do t'i gjeni, sepse këto lloj gjëra që duhen marrë me vete i mëson vetëm kur i pëson. Kështu që këtë herë kam marrë masat dhe nëse jeni gati, atëherë ndiqeni videon deri në fund dhe mos harroni të bëni subscribe dhe nëse mendoni se duhet bërë dhe një video tjetër për çfarë të fusë në çantën e shpinës për me vete ose pazarin para se të bëjmë gati valizën, më tregoni në koment. Si fillim, kroksat. Kroksat janë një mast me patjetër, sepse janë vetëm shumë të rrallshme për t'u hequr dhe për t'u veshur, po edhe për t'u larë dhe për t'u tharë. Janë të lehta, pavarësisht se zën pak vend. Këto janë papuça për tavaf, por jo vetëm, mund vishen për lëvizje nëpër haram ose në xhamin e profetit, nëse ndjen ftohtë nga këmbët, veçanërisht për ata që nuk duan të ecin zbathur. Palosen kështu dhe i fus tek kroksat që mos të zën vend. Kjo çanta me gjëra të higjienës personale, ku kam futur sungjer, gjëra për dush, si dhe ky korrektori për rrobat e bardha, kam gjetur tek Rossmani, është shumë i lirë dhe funksionon vërtet, e kam provuar edhe herë të tjera. Gjithashtu duhet marrë me patjetër disa rrecka, kjo sepse nëpër hotelin Meke, për shembull, zakonisht hotelin Meke nuk kanë një super luks, andaj nuk ka peshqi për këmbët, kështu që shtroj në prag aty ku pasi merret abdest që mos laket vendi. Pse nuk marr peshqi ose ndonjë copë të mirë, por rrecka, kjo sepse në fund kur ta lëm hotelin nuk dua t'i marr të lankura me vete për Medinë, kështu që mjafton t'i hedh në kosh. Kam gjetur nga këto letrat e lagura pa aromë, pa alkool, veçanërisht për kohën kur jemi në ihram, është super e nevojshme, zakonisht një pako e mbaroj për 10 ditë. Gjithashtu një sexhade e trash, duhet patjetër sepse nuk i dihet kur se ku të zë namazi, andaj mos merrni nga ato tollat që rrëshkasin, se janë të bezishme, sa më trash aq më e mirë. Një peshqir turban, këtë e kam gjetur në Francë në një market. Turban për kokën, sepse zakonisht peshqir që t'japin në cilin do në hotel, qoftë në Mekë, qoftë në Medinë, janë vetëm një për sy dhe një për trupin dhe nuk mjaftojnë dhe nuk dorohen gjatë gjithë kohës që do rish në hotel, kështu që kam marrë këtë për flokët dhe një për fytyrën, ju sugjeroj ngjyra të errta dhe jo të bardha sepse bëhen pis shpejt dhe ngjan keq. 2 shamia të bardha për kur të bëj umre, zakonisht shamiat i vendos në fund, mirë po këto të dyja e di sikur që t'i marr me vete dhe që nuk i përdor zakonisht përveç se verës dhe në umre. Një kostum sportiv duhet patjetër, duhet veçanërisht për të lëvizur kollaj nëpër hotel. Është nga ato fshfshet që zakonisht i përdor edhe për janë faktikisht kostum burkini, mirë po unë e përdor si kostum sportiv dhe i marr gjithmonë me vete kudo që shkoj. Është goxha i bollshëm dhe nuk zë vend, paloset disa herë dhe nuk zë vend, është edhe shumë i lehtë. Kjo kutia me ilaçe, mirë është me marrë dhe i vendos këtu të gjitha ilaçet dhe marr mjaftoshëm për 10 ditë, kështu që nuk kam nevojë të marr qese me kuti ilaçesh. Pastilet janë një must, gjithashtu se 2 herë që kam qenë, të 2 herët jam smur me dhimbje fyti dhe temperaturë. Ky portofol i vogël për lek hekur, është goxha i përshtatshëm. Nga këto varset një 5 copë kam marrë me vete, sepse varset në hotel, për aq veta sa ime në dhomë nuk mjafton, po edhe ato që janë, kush do i marri përpara.
Këto organizuesit janë me patjetër jo vetëm kategorizon gjërat, por edhe janë kollaj për të zhvendosur dhe për të vënë nëpër sirtare që mos të lësh valizën hapur. Çadrat e diellit dhe kapelet janë gjithashtu me patjetër, sidomos për tavaf dhe për vizita për vendet historike. Herën e fundit policia ma mori një çadër për arsye sigurie, kështu që këtë herë vendosa të marr 2 me vete se nuk e dihet kur, edhe 2 kapele, zakonisht të bardha, sepse do kalosh goxha kohë në diell, sidomos në tavaf, mund të digjesh, mund të t'jegësh lëkurën shumë shpejt. Këto organizuesit e vegjël do e mbush momentin e fundit me suplementa, skincare dhe make-up. Gjithashtu këto çorapet janë shumë super dhe për të marrë mes, sepse janë të gjata dhe mjaftoshëm të trasha, plus kanë këto ngjitëset që nuk të lejon të rishkasësh gjatë tavafit apo edhe në Safa dhe Merwa. Kam marrë me vete 2 palë nga këto, besoj se janë të mjaftueshëm.